Pas shpalljes antikushtetues të vendimit të qeverisë për zgjerim të kompetencave të Inukut nga Gjykata Kushtetuese, në një akt të paprecedent, antiligjor dhe hakmarrës, Edi Rama ka urdhëruar mercenarët e tij të Tritolit të bllokojnë veprën më të rëndësishme infrastrukturore të Tiranës, Bulevardin e Ri. Edhe sot, në ditën kur komisioneri për zgjerim Stefan Fyle po zhvillon takimin e nivelit lartë, ku flitet dhe bëhet thirrje për gjithëpërfshirje e bashkëpunim, Edi Rama vazhdon të tregojë vullnetin e tij të vërtet dhe aftësinë e tij të vetme për konfliktualitet, luftë politike, dalje mbi ligjin dhe shkeljen e ligjit, dhe shkeljen mbi vendimin e gjykatave për hir të agjendës së tij të konfliktit politik. Duke përfituar nga prania e tij në Tiranë, i bëjmë thirrje zotit Fyle ta mbajë shënim këtë zhvillim domethënës për natyrën e tij antiligjore dhe qëllimin e tij konfliktual me Bashkinë e Tiranës. I kërkojmë Edi Ramës të zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, të tërheqë mercenarët e Tritolit nga bllokimi i veprave publike të Bashkisë Tiranë, të heqë dorë nga konflikti politik dhe veprimet antiligjore kundër Bashkisë Tiranës, në veçanti dhe pushtetit vendor në përgjithësi, që dëmtojnë interesat e gjithë qytetarëve pa dallim. Përndryshe do të përballet me pasojat dhe përgjegjësitë i takojnë vetëm atij.